Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nga këtu, nga Shabja, nga ky vend, filloi burimi i dritës në mbar rruzullin toksor. Mesazhi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam filloi pikërisht nga Shabja. Profeti alaihi salatu wassalam i thiri njerëzit në adhurimin e Allahut të lartësuar, i thiri njerëzit në moralet e larta, i thiri njerëzit në sjelljet e mira. Muhamedi alayhi salam, Islami na mëson që të sillemi mirë me të gjithë njerëzit, pavarësisht fesë që i përkasin, qofshin musliman, qofshin të krishterë, dhe çfarë do lloj besimi qofshin, të respektojmë të drejtat e tyre, të mbajmë drejtësi. Na mëson Islami gjithashtu që të bëjmë mirë me sa të kemi mundësi, përderisa jemi qytetarë të një vendi. Na mëson Islami që ta ruajmë paqen, që të respektojmë të drejtat, të sillemi mirë, pa dyshim që na ndajan feja. Ne kemi besimin tonë, e të tjerët kanë fenë e tyre dhe besimin e tyre. Por do i shërbejmë këtij vendi, do t'i mbrojmë interesat e këtij vendi, do të respektojmë të drejtat, do të sillemi mirë, sepse këto janë marrëdhënie njerëzore. Edhe pse na ndan feja, ne duhet të sillemi mirë me njëri tjetrin. Duhet të respektojmë të drejtën e njëri tjetrit. Ne duhet të shërbejmë këtij vendi dhe të mbrojmë interesat e vendit tonë, sepse jemi të gjithë qytetarë të këtij vendi. Gjithashtu, ne respektojmë Isain alayhis salam, ne si musliman. Ai është i dërguar i Zotit, është robi i Allahut dhe i dërguar i Tij. Ne e besojmë ashtu siç besojmë edhe profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i cili është i dërguar i fundit. Ne nderojmë dhe respektojmë edhe nonën e Isait, Merjemen alayhas salam. Ka folur Allahu i lartësuar për të në Kur'an. Ne i nderojmë dhe i respektojmë të gjithë të dërguarit e Zotit. Ne nuk i shajmë ata që i përkasin një feje tjetër. Ne nuk flasim keq për ta, por ne u bëjmë thirrje njerëzve që ta pranojnë të dërguarin e fundit, Muhammedin alayhis salam, se edhe ai është i dërguar i Zotit, edhe Kurani është libri i Zotit. Siç Isai është i dërguar i Zotit, pra Jezusi është i dërguar i Zotit, dhe ati i zbriti Zoti gjithësisë Injilin, pra Biblën. Po kështu, edhe Muhammedi alayhis salam është i dërguar i fundit. I zbriti Allahu i lartësuar Kur'anin, dhe njerëzit duhet ta pranojnë Muhammedin alayhis salam si të dërguar të Zotit, nëse dëshirojnë të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe ta fitojnë xhenetin ditën e gjykimit. Patjetër duhet ta pranojnë Muhammedin alayhis salam si të dërguar të Zotit. Pra ta thonë fjalën La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Po kjo është çështje besimi. Ne bëjmë thirrje, jemi të lirë, secili fton. Kush dëshiron e pranon, kush nuk dëshiron nuk e pranon. Islami na mëson që nuk ka dhunë në fe. Nuk imponohet feja, bindja tjetrit, nuk imponohet. Kush dëshiron e pranon, kush nuk dëshiron nuk pranon.